Ai djali i ri. Atë nuk e pengoi as mosha e re, dhe as droja nga personaliteti i dërguarit të Allahut, sallallahu alaihi wasallam, që ishte dhënë nga vetë Zoti, të drejtohej tek ai dhe t'i kërkoi leje të bëjë diçka që mund t'ia lehtësonte mundimet që i shkaktonte epshi, duke qenë se ishte në kulmin e adoleshencës. Ai shkoi tek i dërguari i Allahut, ndërsa ishte i rrethuar nga shokët e tij, dhe i drejtohej duke i thënë: "O i dërguari i Allahut, më jep leje që të bëj zina, imoralitet." Kjo pyetje ishte si një rufe dhe bëri që të gjithë të pranishmit të drejtohen nga ai duke bërtitur: "Pusho, pusho, e si mund t'i kërkohet leje për të bërë zina atij, që i është shpallur ndalimi i rrept i zinas? E si mund t'i jap leje për të bërë zina ai, që është dërguar për të pastruar njerëzimin nga imoraliteti?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye nga ata dhe u tha: "Lëreni atë. Lëreni të flasë dhe mos e trëmni." Pastaj u kthye nga ai dhe i tha: "Afrohu." Djali u afrua dhe ul para të dërguarit Allahut, dhe me dashurinë e një mësuesi si prind dhe mençurinë depërtuese të një ftuesi dhe zgjuarsinë e një dialoguesi tha: "A do të pëlqente që dikush ta bënte këtë gjë me nënën tënde?" Ai tha: "Pasha Allahun, jo i dërguari Allahut, i bëfsha kurbani Zotit për ty." Ai tha: "Kështu janë edhe njerëzit e tjerë. Nuk e duan këtë gjë për nënat e tyre. A do të pëlqente që dikush ta bënte këtë gjë me vajzën tënde?" Ai tha: "Pasha Allahun, jo i dërguari Allahut, i bëfsha kurbani Zotit për ty." Ai tha: "Kështu janë edhe njerëzit e tjerë. Nuk e duan këtë gjë për vajzat e tyre. A do të pëlqente që dikush ta bënte këtë gjë me motrën tënde?" "Pasha Allahun, jo i dërguari Allahut, i bëfsha kurban i Zotit për ty." Ai tha: "Kështu janë edhe njerëzit e tjerë. Nuk e duan këtë gjë për motrat e tyre. A do të pëlqente që dikush ta bënte këtë gjë me hallën tënde?" Ai tha: "Pasha Allahun, jo i dërguari Allahut, i bëfsha kurban i Zotit për ty." Ai tha: "Kështu janë edhe njerëzit e tjerë. Nuk e duan këtë gjë për hallat e tyre. A do të pëlqente që dikush ta bënte këtë gjë me tezën tënde?" Ai tha: "Pasha Allahun, jo, o i dërguari Allahut, i bëfsha kurban i Zotit për ty." Ai tha: "Kështu janë edhe njerëzit e tjerë. Nuk e duan këtë gjë për tezat e tyre. Prandaj, urreja atë që e urren Allahu dhe duaje për njerëzit atë që e do për veten tënde, dhe urreje për ta atë që e urren për veten tënde." Pas këtyre fjalëve, djali i ri e kuptoi se ajo që kishte kërkuar ishte një mëkat që e ndotë zemrën. Prandaj tha profetit sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, lute Allahun që ta pastroj zemrën time." Pejgamberi e vuri dorën mbi gjoksin e tij dhe tha: "O Allah, fale mëkatin e tij. Pastroje zemrën e tij dhe ruaja nderin atij." Pas kësaj, djali i ri u largua. Më pas njerëzit tregonin se gjendja e tij ndryshoi dhe as nuk mendonte më për gjëra të tilla. 1. Në të rreq vëmendjen, vajtja e këtij djali në moshë të re tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, pa pasur droje dhe as më dyshje për t'ia shprehur atij nevojën që ndjente me gjithë privatësinë dhe ndjeshmërinë e kësaj teme. Po kjo nuk do të kishte ndodhur nëse i dërguari i Allahut nuk do të kishte ndërtuar një lloj unik marrëdhëniesh mes tij dhe shokëve të tij. Kjo lidhje i shkrinte dallimet mes brezave, shtresave, komsive dhe rajoneve, duke i tërhequr të gjithë rreth vetes. Madje, ajo vajzë e vogël luante me bulën e profecisë që kishte mes shpatullave. Një vajzë merr për dorë dhe shëtit bashkë me të ku të dojë ajo. Një beduin vjen dhe i thot: "Do të pyes dhe do të jemi ashpër me ty." Kurse ky djalë i ri nuk i druhet autoritetit dhe pozitës së profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe as dallimi i madh i moshës për t'i bërë atij këtë pyetje të drejtë për atë që ndjente, duke qenë në kulmin e qetësisë dhe të sigurisë. Kjo aftësi e pejgamberit për fshirjen e gjithë shoqërisë dhe tërheqjen e gjithë stresave të saj ishte njëra nga shenjat dalluese të moralit të tij të lartë, që duhet ta ndjekin të gjithë ata që kanë zgjedhur të jenë trashëgimtar të profecisë dhe të jenë mbajtës
përgjegjësisë së ftesës së Zotit. 2. Në të rreq vëmendjen me menaxhimin që i bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti dialogu dhe ngacmimi që i bëri ai të menduarit, duke ndjekur metodën e bindjes dhe duke i angarkuar mendjes përgjegjësinë e të qenit pasuesi kësaj rruge dhe njeri me obligime para Zotit. Pejgamberi e kishte gjithmonë autoritetin e duhur që t'i thoshte atij, nuk gjej ndonjë përjashtim për ty. E nëse do t'i kishte thënë kështu, mendoj se ai do të pranonte dhe do ta zbatonte atë që ai u tha. Por profeti e orientoi mendjen e djalit drejt disa anëve të tjera të shfryrjes së këtij epshi në mënyra haram, të ndaluara, që atij nuk i kishte shkuar mendja më parë. Kjo ishte mjaftueshme për të imagjinuar shëmtinë e këtij akti dhe dëmin e tij të madh, duke e çuar atë drejt bindjes logjike që kërkon ndjekjen e urdhrave të Allahut të Madhërisëm dhe në nënshtrimin ndaj tij. Kjo është ajo që e bën ftuesin të mbajë përgjegjësinë e bindjes gjatë ftesës, duke i bërë njerëzit që të ndajnë me të njëjtën bindje në të cilën ai po i fton. Nëse e do të ishte dikush që kishte mundësi të mos bënte këtë, ai do të kishte qenë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por në të vërtetë modeli dhe traditat që ka lënë ai është mobilizimi i mendjes dhe stimulimi të menduarit që, me anë të tij, t'i dërgojmë njerëzit drejt të menduarit të shëndosh dhe bindjeve të vërteta. Në këtë mënyrë e shpëtoi njerëzimin nga prangat ideologjike dhe orientoi drejt pjekurisë. Allahu e mëshiroft profesor Akadin që ka thënë, të menduarit është obligim islam. 3. Në të rreq vëmendjen dhe fakti që profeti e paraqiti argumentimin bindës në një mbështjellje të bukur emocionale, që e bëri këtë të ri, trajtimin e veçantë dhe një lloj prindërimi të pejgamberit ndaj tij, për ta kuptuar se urdhëresat e tij në të vërtetë ishin këshilla, mëshirë dhe dashuri. Kjo duket qartë kur i ndaloi sahabët që ta kundërshtonin atë duke u thënë, lëreni atë të flasë dhe mos e trëmni. Pastaj tregoi afërsime të duke i thënë, afrohu, derisa ul para tij, aq sa mund ta prekte me dorë, dhe kjo është distanca e sferës emocionale të trupit. Më pas vjen reagimi i shpejt i pejgamberit me anë të duas për të, duke i lutur Zotin për të dhe për më shumë se sa kërkoi ai, duke vënë dorën e tij të ndritur mbi gjoksin e tij. Më duket vetë sikur jam në pozicionin e këtij djali, ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vënë dorën e tij të ndritur mbi gjoksin e tij dhe po ndjen freskinë e saj në zemër. Padyshim që ai në qenien e tij e ka mbajtur gjithë jetës kujtimin dhe freskinë e kësaj prekjeje profetike mbi gjoksin e tij, sikur sapo e kishte hequr dorën në atë çast. Këto prekje emocionale ishin si çelësa profetik me të cilët i hapte drynat e zemrat. Prandaj themi, lum për atë djalë të ri, për afrimitetin që pati me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që i vendosi dorën mbi gjoks dhe bëri dua për ta. E bekuar qoftë ajo pyetje që bëri dhe i mundsoi atij të gjitha këto mirësi. Po ne, a mësojmë nga kjo se ftesa në rrugën e Zotit është dashuri, dhënia e mësimit dhe edukimi është dashuri, jeta është dashuri, dhe se ne nuk mund ta përcjellim mesazhin ton tek njerëzit nëse nuk arrijm tek zemrat e tyre me dashuri. 4. Në të rreq vëmendjen për kujdesja që i dërguari i Allahut tregoi gjatë dialogut me këtë djalë të ri, për marrjen në konsiderat të ambientit gavinte dhe gjurmët që lënë në formimin e tij psikologjik. I dërguari po i fliste një djalit të ri arab që vinte nga një popull që njihen për xhelozinë e fortë, aq sa disa prej tyre arrinin deri aty sa t'i groposnin vajzat kur ishin fare të vogla nga frika e turpit që mund të vinte prej tyre. Ofendimi më i madh që mund t'i bëhej ndonjërit prej tyre ishte kur ofendohin në nderin e tij. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pyetjet e tij e bëri atë të imagjinonte rreth afërmve të vet dhe kjo ndezi tek ai zjarrin e kësaj xhelozie. Në duket sikur po e shohim këtë djalë duke qëndruar para pejgamberit, ndërkohë që djersat i kullojnë nga balli, duke ndjerë një lloj zjarri të ndezur poshtë lëkurës së ballit, ndërsa po imagjinonte rreth këtyre pyetjeve. Për këtë arsye, edhe përgjigjja e tij ishte e shpejtë. Pasha Allahun, jo, o i dërguari i Allahut, i bëfsha kurbani Zotit për ty. Mendo se si do të ndieshe nëse do t'ua bëje këtë pyetje atyre që jetojnë në shoqëri të shthurura moralisht dhe do të përgjigjeshin me qetësi dhe pas një siklet. Ajo është e lirë dhe e di vetë se çfarë bën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur jepte mësim dhe kur ftonte në rrugën e Zotit, e merrte në konsiderat edhe mjedisin ku jetonin ata që po i mësonte dhe të shkuarën e formimit të tyre.
Në këtë mënyrë ai ndiqte rrugën më të shkurtër për të arritur tek mendja dhe zemra e tij. E tillë ishte edhe përgjigje që i dha atij beduini që donte ta mohonte djalin e tij, sepse e kishte ngjyrën e lëkurës së zezë. I tha: "A ke deve?" Ai tha: "O i dërguari i Allahut." I tha: "Çfarë ngjyre kanë ato?" Ai tha: "Të kuqe." I tha: "A ka mes tyre ndonjë me ngjyrë të zezë?" Ai tha: "Po." I tha: "Nga ka dalë ajo?" I tha: "Ndoshta ka marrë nga gjeni ndonjë deveje të mëparshme me ngjyrë të zezë." Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Edhe kjo, puna e ngjyrës së djalit, është njësoj si kjo e deveve." Në këtë mënyrë e zgjidhi më dyshin që ekzistonte në mendjen e tij, duke e bërë të heqë dorë nga vendimi që kishte marrë më parë. Pyetje të tilla nuk do ta kishin pasur të ndikim tek bindjet e tyre, nëse do t'u ishin drejtuar arabëve, beduin, që merreshin me rritjen e deveve dhe e njohin mirë origjinën dhe prejardhjen e tyre. Në këtë mënyrë, shikojmë zyrtarin profetike në marrjen në konsiderat të ambientit dhe përdorimin e duhur të tij në funksion të ftesës dhe të bindjes logjike.